Duke qenë se Marsi është planeti i luftës dhe kur kalon në një shenjë mund të aktivizojë shumë edhe anët e saj negative, edhe pjesën e saj të hijes. Mund të bëjmë shumë kritikues, ajsa të lodhim edhe veten dhe të tjerët. Mbi të gjitha mund të prekë shumë shëndetin. Shenja e përgjërësisë reprezenton sistemin ton tretës. Mund të kemi përhapjen e infeksioneve të cilat na krijojnë temperatura të larta. Kjo automatikisht na shpjen në probleme edhe në sistemin ton imunitar, qoftë edhe në sinjali më të vogël që neve na jep trupi të shkojmë te doktori dhe të marrim kurimin e dur. Më idealja fare do të ishte që të marrim masa që tani në fillim pa u shfaqur këto lloj sinjalesh, që të kujdeseshim për ato që ham, që pim, që të jemi gjithmonë të hidratuar. Kjo do të na ndihmojë vërtet shumë që të pengojmë përhapjen e infeksioneve edhe nëse e kemi marrë tashmë. Të kujdesim për çfarë ham dhe për çfarë pim, pra frutat, perimet ti pastrojmë mirë, ti laj mirë para se ti përdorin. Do të këshilloja që të përdorim edhe lëngje, që të mund të rregulloni pH-in e trupit tonë. Kjo është diçka që na ka ngelur edhe nga hëna plot, mund të kemi edhe rritjen e kërpullave dhe infeksioneve në trup. Dhe mënyra se si mund të balancojmë këto është me marrjen e elektroliteve për shembull nga jashtë.